Po, normalisht që është tash sezona e gripit sezonal dhe kemi një fluks të pacientëve cilët kemi me ankesat shenja të gripit, si me kollitje, të shtitje, temperaturë të lartë, me dhëmbje koke, dhëmbje muskulaturës, të fëmijët është karakteristikë se ata vinë edhe me simptoma të barqitjes dhe vjedhjeve, po nuk I kemi ndonjë numër shumë të madh krahasu me muajin jetor dhe domethënë fillimin e muajit janar. Kryesisht janë pacientat e të gjitha grup moshave, mirë po tu e ditë se grup moshat e vjetra janë më të ndihshëm, sidomos ata që kanë ndonjë problem shëndetësor si diabet, hipertension apo probleme të veshkëve apo zemrës. Natyrisht kjo grup mosh është pak më e ndihshëm edhe ndoshta këta janë pak me ankesa më mesatare, domethënë me ankesa pak më të rënda. Dhe sepse e përkersojnë, zakonisht gripi është një indikator që e përkerson gjendjen shëndetësore primare që kanë ata. Prandaj, kjo grup mosh është pak më e ndihshme dhe kemi një fluks më të madh të pacientëve, po gjithashtu edhe fëmijët deri në moshën 5 vjeçare janë më të ndihshëm, po posaçërisht ata që janë më të vegjël se 2 vjeç. Duke u nis nga ajo se bartja e virusit është shumë e lehtë, bartet përmes spërklave respiratore, cilat dalin në ajër përmes kollitjes, të shtitjes, gjatë të folërit, kënduarit, natyrisht që edhe masat e shëndetit publik janë këto, të bëhet ajrosja sa më shpesh e hapësirave ku qëndrojnë njerëzit, domethënë ku punojnë apo fëmijët ku janë në shkolla apo nëpër kopshte, apo ajrosja e dhomave ku qëndrojnë të moshuarit, pastaj larja sa më shpesh e duarve me ujë të ngrohtë dhe sapun, shmangja e kontaktit përshëndetja duar me duar me persona që kanë simptoma të gripit, pastrimi I sipërfaqeve me qenë se virusi mund të qëndrojë nga 24 deri në 48 orë në sipërfaqe se është e verifikuar me ulumtime. Prandaj, domethënë, është e nevojshme edhe dezinfektimi I sipërfaqeve. Përdorimi I maskës, domethënë, sidomos ata që kanë simptoma, si dhe ata të cilët e kanë kulmin e simptomave 1 deri 2 ditë mund të qëndrojnë edhe në shtëpi, në mënyrë që t'i mbrojnë të tjerët nga përhapja e virusit. Jo, krahasuar me natyrisht që jemi në sezonin e gripit, krahasuar me muajin dhjetor, nuk kemi ndonjë fluks më të madh, kryesisht është domethënë përditshmëri e njëjtë.